Këtyshme kredit. Ka një ndryshim fakt në mënyrën e një ndikim të shtetit, në mënyrën se marrë kredi për të zhvilluar, kredit agro, se mjaft me kredi për të rregulluar shtëpinë, duhet ta akceptojmë që çfarë do ham. Shumë e qartë është. Edhe para pak ditësh në nënshkruar marrëveshjen me kryeministrin, me Bankën e Shqipërisë, guvernatorin dhe bankat e nivelit të dytë. Për dyfishon ndërmarrjen tënde që ne kemi lançuar tashmë, për një kredi deri në 2 milion euro, me interes 2%. Pra është një mundësi shumë e mirë që fermerët apo bizneset e tjera që duan të investojnë, se nuk është vetëm për fermerët tani, është zgjeruar mënyra për përfituar nga kjo garanci sovrane, ku shteti deri në 70% të kolateralit është garanci, dhe pjesa tjetër është për biznesin apo ai që do të dyfishojë ndërmarrjen. Kemi pas deri në 250.000 euro, por duke pas interes që fermerët apo bizneset duan të investojnë në sasiera apo në paketime, në industri më të mëdha, të merrni një kredi më të madhe. Dhe deri në 2 milion euro, qeveria kanë aksesuar tashmë që bizneset faktikisht na kanë falendëruar që shteti jep një mundësi të tillë që të kenë akses në bankat e nivelit 2 dhe qeveria është garanti i 70% kolateralit dhe mundësi shumë e mirë që fermerët apo bizneset të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e kësaj mundësie që qeveria shqiptare i ka dhënë. Dhe janë hapet e para, do ta kuptojnë kur disa nga bizneset apo konkurrentët apo bizneset që janë paralel apo komshiu, apo investitori më i madh, apo një biznes më i vogël, të kuptoj që kjo është mundësia që duhet dyfishojnë punën. Ka një interes, do të investoj në biznesin do të marrë sipërfaqe më të mëdha, do të investoj në teknologji, do të investoj në një kapanon apo një investim tjetër që e ka të nevojshme për të investuar në biznesin e tyre, pra për të dyfishuar, shteti ja ka dhënë aksesin që të jetë pjesë e mbështetjes. Po, ju jeni dilni shpesh në media, nuk u shikoj shumë, por u shikoj shumë në ferma, i shikoj në fabrika. Ja për shembull kjo stoçmja që më pranua të vjen, ishte fabrika Klas. E Sallani. Pse zgjodhët? Pse erdhët? Ka fushat që duhet jeri kudo, si funksionon? Unë po shkoj në çdo biznes, pa dallim, te çdo fush, për t'i pa nga afër, për t'i pyetur për problemet, për t'i promovuar në rrjetet sociale, në media dhe kudo, dhe për t'i thënë shqiptarëve që ne kemi shumë produkte të mira që prodhojmë këtu dhe duhet konsumoni produktet tona. Është një mënyrë që jo të gjithë e dinë se që ky biznes ekziston. Përfshi dhe më, nuk e di. Dhe kjo është e keqja që ne nuk e dimë. E para, e dyta nuk e besojmë, dhe kjo na bën dëm. E pyeta pak më parë të zotin e biznesit dhe i them që a ke kaluar në kategorizim, ta ka ardhur komisioni, po thot, dhe më ka lënë një detyrë që duhet të investoj një pajisje. E kam ble, për 2 ditë e vendos, kam një afat për 3 muaj për ta kryer këtë detyrë dhe në gjithë standardet që ne kemi vendosur ndaj sistemeve të tilla apo kategorizime që duhet kryejmë, i ka të përmbushur. Në momentin që ne kemi një analizë, kemi standardet e higjienës, kemi sigurinë ushqimore, kemi një produkt shumë të mirë, kemi prodhim vendas, pse duhet të konsumojmë produktet e tjera dhe jo produktet vendas? Siç jemi në këtë biznes, kemi edhe biznese shumë të tjera në Shqipëri që jo të gjithë e dinë që ekzistojnë apo kanë produktet e tyre në supermarkete apo marketet që ato marrin produkte. Si duhet punën, se kur bëhet fjalë për mungesë marketimi, unë fajsoj median që marketon produktin e huaj që është i gatshëm, që paguan. Se tani të gjithë i kanë qartë për gjë, përveç patriotizmit, është edhe çfarë është te media. Problemi i këtyre njerëzve që punojnë në Shqipëri është unë e bëj timen, e bëj të mirë, po doj ta haj, po doj mos ta haj. Jo, duhet të bashkëpunojnë gjithë për të bërë tonën, që të duam tonën. Duhet, është pjesë e gjës, domethënë. I takon dhe atyre, se kemi fajin vetëm ne. Po duhet, patjetër se pse do të shkojnë në eksport dhe pse mos e konsumojmë këtu?
kush është arsyeja? Ne marrim pa frikë në këtë. Patjetër, është i kaluar në analizë, ka një laborator, ka kaluar gjithë procesin e kategorizimit, sepse është me standardet e Bashkimit Evropian. Ky që sot mund të shojë në eksport, mund të shojë në çdo biznes, në çdo restorant, në çdo supermarket, në çdo vend që ne duhet ta konsumojmë, pra e kemi kaluar të gjithë procesin. Dhe nëse nuk e bëjmë ne promovimin e bizneseve tona, kush do ta bëj? Nuk jam shumë i mediave, nuk kam dalë realisht, edhe disa më kritikojnë, disa më thonë më mirë, ti je duke pranë fermerëve, duke dalë me ta, duke dëgjuar, duke bashkëbiseduar. Puna e bujqësisë nuk është të rrish në zyrë. Patjetër, do marrësh, do punosh, do përafrosh, do shkosh në parlament, do mbrosh aktet ligjore, pra procesin që ne kryem për Bashkimin Evropian, sepse kemi shumë ligje për të parafruar, kemi shumë procese për të parafruar, kemi detyrat tona që duhet kryem në ministri, sepse është një punë voluminoze, sepse bujqësia ka një sektor të zgjeruar, nuk është vetëm një fushë. Edhe në qendër të vëmendjes. Po një qendër të vëmendjes, sepse lidhet nga çfarë mbjell në tokë dhe çfarë bie nga qielli. Çfarë mbjell në tokë do vaditjen, do mënyrën për të qenë për ta mbuluar në skemën kombëtare, për ta aksesuar për ta parandaluar nga përmbytjet, për të çuar ujin në sezon që ata kërkojnë. Tani jemi për shembull sezonin e vaditjes. Duhet të shkojmë bashki, e kanë çuar, bordet e kullimit janë terren për të vazhduar punën e tyre, për të pastruar edhe për të bërë gati edhe për sezonin e dimrit, sepse është një proces që nuk mund të punojmë dot në dimër për të bërë punime, qoftë në regjinatura, qoftë në përmbytje që ne kemi pas dhe vitin e kaluar dhe këtë vit, që atje ku ne kemi nevojë për ndërhy, ne i kalojmë nëpërmjet buxhetit qeverisë apo investimeve që ja çojmë për bashkitë që kanë nevojë për përmirësimin e infrastrukturës. Dhe bujqësia, e u thash edhe një herë, varet çfarë mbjell dhe çfarë bie nga qielli. Nga qielli mund bie shi i rrëmbyeshëm, ku klima ka ndryshuar tashmë, nga 3 muaj një shtrirje e një shiu tani na bien për një javë. Pra ka ndryshuar klima dhe ne duhet të jemi gati për këtë. Po punojmë shumë mirë me modelin turk për siguracionin në fermë. Siguracioni do të jetë një nga mënyrat më të mira që qeveria shqiptare do të kryejë. Ne jemi duke e bërë gati, kemi marrë modelin turk. Unë para pak ditësh isha edhe në Turqi kur bashkëbisedua me qeverinë turke, ku po na asiston qeveria gjermane për mënyrën se si ne do të bëjmë legjislacionin, mënyrën se si do të qasim te fermerët për të mbuluar një pjesë nga qeveria dhe një pjesë nga ta. Mënyrë që ne mos të kemi më problematika të natyrës së përmbytjeve apo shqetësimeve që lidhen në thatësira apo në probleme që klima her pas here na ndryshon edhe ne kemi probleme. Dhe kjo do të jetë hapi më i rëndësishëm që ne do të marrim me